Ka vijuar në ditën e dytë protesta banorëve të fshatit Bakstriot në Velipoj kundër ndërtimit të resortit në këtë zonë. Këtë martë nuk kanë munguar edhe përplasjet mes banorëve dhe policisë. Banorët vijojnë të bëjnë rezistencë teksa shprehin se në tokët e tyre. Kjo se keni mundësi na largoni, se kena ato ka jon shtëpiat tona, jon familjet tona, djemtëri jon të punuja shtetit me fituj parë, marr me bosh shtëpiat e ju marr me nej marr pa munumit. Ne jon të na marr, na kanë hysi gabi qartë si uqit dhe për pasurit ton, edhe ne jena të nej si lepujt. Djeke na kanë ton protest, na kanë marrë nga çu si specat në komisariat. Na jena në tokë ton, e s'po di më morë vesh me gërgen. Me në ndërit mollit zët. Çfarë do të bëni? Çfarë do të bëjmë? Në protesta. Deri pikën e funit. Në fund funit, mos arena dy dur pi kryon. Tash të marr mu të më çum në komisariat. Në shtëpi teme, në tokë teme, unë veç kështu kam bë. Janë dokumentat nga shteti shqiptar. Mos mendojnë se shteti filloi marrë me një parti apo parti tjetër, ka filluar që shkon në turp. Që shkon në dingli majmunit mund ta quajmë. Por ne jemi autokton. Dhe çdo sipërfaqe, çdo gur që duket gur, do hajë se gurë, e ka një pronar. Të shkruar me firmë, me vula, me të gjitha, me të sorovasën. Jena këtu sot, jena më shumë se dje, nesër do të jena më shumë se sot. Sot kena bloku rrugën, sot jemi paqësor, nesër nuk do të jemi paqësor, nesër do të jemi më të fortë se sot. Ne do të mlidhemi çdo ditë më shumë. Kemi njoftu njerëzit, familjarët, të afërmit tonë, që ndodhen jashtë, të gjithë do të kthehen këtu për të mbrojtur tokën e tyre, familjen e tyre, për këtyre horave, për këtyre pavezve. Për këtë çështje ka folur avokati i banorëve Nduje Pjetra. Firma ndërtimit deri në momentin që ka marrë lejen është e lishme. Fatmir Shpeza ka falsifikuar dokumentat, ka marrë pronën, ndërsa kompania ja ka marrë këtë pronë, ja ka blesë, sipas ligjeve jashtë krejt okej. E vetmja gjë që nuk mund të fillojnë punimin këtu, është për faktin se nuk ka zbarr leja. Duhet zbarret leja, në momentin që zbarret leja, ta nuk kanë nevojë se nuk hyn as si qytetar këtu. Pra, mbrojtja e zbardhjes dhe mos zbardhjes lejes bëhet nga policia. Pas përplasjeve, policia ka shoqëruar me forcë disa banorë të zonës.